Shumë momente kur në ndër personin e tretë, po... Shumicën e kohës ja dalim vetë. Vetë ja dalim. Po që është fatmirësisht që po ja dalim edhe njëna më e mira është që na jena shumë të lumtur. Kur i pyeta njerëzit ajo në punë, ti the s'jam në punë. Mu po më intereson një njeri që ka kry shkollë si ti, ka zëmë që ke kry edhe për çka je aftësume me punu, çfarë punë mundesh me kry? Unë kam përfundu fakultetin e shkencave sociale për kujdesi dhe mirëqenia fëmijëve. Me thop pak javë, një muaj para se me pas një aksident. Arsyeja që nuk kom punu edhe që nuk po punoj është që nuk jom kon ende e gatshme. Profesion temin është pak e vështirë, se kam disa dhe probleme me një aparat dhe për dëgjim është pak problem, se me fëmijë, po ndoshta mu ofrohet në i punë deri sot nuk jom kon e gatshme, jo mirë shumë me veten, e tash e tutje të shohim. Nuk është që une po du me dalë sot me thonë kom kërku punë edhe s'mu ka ofru. Se une e pranoj që une nuk kom dalë diri sot me kërku punë, se jo mirë shumë me veten, se aksidentin e kom pas që 7 vite, edhe tash e tutje të shohim. Po, une mirë na shumë edhe me punë të shpiz, do me thonë, vetë, jetojnë vetë edhe i kry krejt vetë, nuk... Si shumë interesant që Besarti është partneri jota, po? Besarti që është ofër. Po jeta... Të dytë jeni qift me aftësit kufizume. Me aftësit, po, edhe jetojnë vetëm. Vetëm, kur keni nevoj me kry obligime jashtë shtëpis, a doni mi thirë njerëz tjerë me ushtrim? Ka raste kur duhet, se ka shumë barjera. Për shembull, ndërtesën ku na jetojna nuk mujna me dalë prej derës kryesore, do të me dalë prej garazhës automjetëve, me automjet. Kështu që ka momente kur na duhet personi i tretë, ka shumë momente kur na duhet personi i tretë, po... Shumicën e kohës ja dalim vetë. Vetë ja dalim. A jeni në ndërtesë të madhe? Po, është ndërtesë. Push Kosovë? Jo, në Prishtinë jena me... Po, jo, jena transferu në Prishtinë, se në Push Kosovë është pak ma shtirë. Jo, pak ma shtirë, është shumë ma shtirë. Në çfarë lagje Prishtinë? Jena me një lagje shumë të ngarkume, jena marrë në peza, është shumë ngarkume, po... Rafsh, a e keni shtëpinë rafsh? Jo, është banesë 5 katëshe, ndërtesë 5 katëshe. Në katë jeni jo? Jena katën e 5, sot e patëm problem në undalë rryma, edhe nuk e di shumë, a kena me mujtë me mri. Kum thirë kecin, kum tentu me ditë orarin, kulqo, dhe më thonë keni farë stresi. Zakonisht e kemi shtu farë stresi, qatë ditë që kemi një takim, ose një kontrol, një diqka, në ndalët rryma ose prishet listë ose diqka. Po që është fatmirësisht që po ja dalim edhe njëna më e mira është që na jena shumë të lumtur. Fantazive. Se me forca tona do me thonë ja dalim. Ma poshtë me jetu? Nuk i kena pos kushtet, do me thonë me gjithë një banisë të përshtatshme, po tash jemi të këshyrë, do me thonë veç jemi sistemu po menej, edhe besoj që po. Besarti më kallëzove që punën online. Po. Jep shërbime online. Për kompanit jashtë Kosovës? Jo, mrena. Okej, so është sfid me him punë? Shika jetë, kur ki vullnet edhe e gjem punën. Do me thonë, dhëtë me pas pak vullnet e gjem punën. Fatkeqësisht nuk është e lehtë për të gjithë. Dikush ka se jo krejt personat me aftësit kufizuara i kanë problemet e njëjta. Dikush e ka pak ma rënd, dikush e ka pak ma lehtë, po punësimi për persona me aftësit kufizuar është shumë i vogël.